E pat Fevziu, po Fevziu e pat zgjedhje, tha janë e vetmja zgjedhje. Fevziu sa herë del në një aty në bulevard do zgjedhje. Sa herë, zgjedhje tha janë e vetmja zgjedhje, tha. Edhe Rama tha të konfirmohet, tha, edhe këta tha ta nxjerrin dufin. Po pse më, qa është Shqipëria? Qa është Shqipëria shtëpi publike që kushdo me nxjerr dufin shkoni futi pal zgjedhje? Se këta dhe nuk i din rregullat. Me shku në zgjedhje sot, i morin qafë Fevziu, se duhet 3 muaj me kriju parti. Ku e krijojnë do për 3 muaj? Se 3 muaj duhet me rregulla, me letra. Që me i qunë zgjedhje, ne po marrim ja 100 mandate, e pastaj që do bëjmë? Do presim na vina i lloj zogu tjetër të na thotë dum zgjedhje prap. Zogu. O zogu. E prap nuk ka zgjidhje tjetër, vetëm zgjedhjet. E pranon as e pranon. Tani kam 3-4 gjëra për 2 palët. Rama thot s'ka zgjedhje, i kam fituar vitin e kaluar, zgjedhjet janë 2029. Kjo vjen sepse i keni dhënë 86 vota dhe ai nuk kërcënohet nga asgjë. Nëse Ramën do ta detyroj protesta dhe protestuesit t'jap dorëheqjen, prap do shkojmë në zgjedhje. Por duhet të jetë protesta në tjera për masa. Prap do shkojmë në zgjedhje dhe prap ai do paraqitet në zgjedhje. E dyta, kam 4-5 reagime nga protestues ose njerëz që më thonë, e para do kërkojmë qeveri teknike. Po kush do ta votojë qeverin teknike? Rama dhe Berisha në parlament, sepse qeveria teknike kërkon 71 vota në parlament që të bëhet. E para, pra duhet t'jap dorëheqjen Rama me dëshirë dhe të votojë me deputetët e tij dhe të Berishës një qeveri teknike. Kjo qeveri teknike që votohet nga PS-ja, nga PD-ja, kush do jetë? Ka njerëz që më thonë, ne nuk hym zgjedhje nëse hym Berisha dhe Rama, po s'ka asnjë vend të globit që ti të ndalosh një qytetari të drejtën për tyr në zgjedhje. Dhe treta, nëse shkohet në zgjedhje, si do adresohet kjo protestë nëse nuk ka formacion politik? E dëgjoj që thonë jemi të zhgënjur nga politika. Po a ka një vend botë që nuk drejtohet nga politik? Politika është e vetmja mënyrë dhe i vetmja strukturë që mund drejtoj vendin. Mund të kërkoni largimin e politikanëve të vjetër dhe hardhjen e politikanëve të rinj, po që mos ketë politik, kjo nuk ekziston askund në botë. Kështu që prap zgjedhja janë zgjedhjet.